Jetesa deri në moshën 117 vjeç shkon në kufijtë të pabesueshmes, por Maria Branias Morera është një dëshmi e gjallë e saj. Maria Branias Morera, ose M116, siç përmendet në një studim shkencor revolucionar, vërteton se sekreti i një jete të gjatë të shëndetshme mund të jetë një dietë e mirë. Për të kuptuar se çfarë e bënte M116 kaq unike, shkencëtarët analizuan ADN-n, proteinat, metabolizmin, mikrobiomën e zorrëve dhe epigenetikën, mënyrën se si rregullohet shpreha e gjeneve. Mostrat u morën nga gjaku, pshtyma, urina e feqet dhe u krahasuan me ato të personave më të rinj. Por edhe të tjerëve që i kishin arritur moshën 110 vjeç. U bën një sër analizash të cilat e bën më të lehtë për studiuesit të kuptonin arsyeën e kësaj jetëgjatësie. Rezultatet treguan se M116 nuk ishte arritur në këtë moshë vetëm fal fatit, por si pasojë e stilit të jetesës. Mikrobioma e zorrëve, ajo konsumonte 3 vakte kos në ditë për gjatë 20 viteve të fundit. Kosi përmban një sër bakteresh të dobishme, të cilat në moshat e treta janë më të ulta. Ky nuk ishte rasti i saj, pasi tek Maria nivelet e tij ishin jashtëzakonisht të larta. Telomeret, pjesë shumë të vogla të ADN-s që ndodhen në skajet e kromozomeve tona. Megjithse telomeret e saj ishin shumë të shkurtra, gjë që zakonisht lidhet me sëmundje të moshës, Maria kishte shëndet të mirë. Në rastin e saj, telomeret funksiononin më shumë si orë biologjike se sa si tregues sëmundjeje. Variacione të rralla gjenetike, ADN-ja e saj përmbante variante të rralla gjenesh të cilat ndihmonin që zemra dhe truri i saj të funksiononin më së miri. Ndryshe nga shumica e njerëzve të moshuar, sistemi i saj imunitar nuk tregoi rënje tipike me moshën. Qelizat e saj silleshin sikur ishin rreth 23 vjet më të reja se mosha reale, dhe ky ishte një faktor kyç i jetëgjatësisë së saj. Historia e Marias tregon se jetëgjatësia nuk varet vetëm nga gjenetika, por nga ndërthurja e biologjisë, stilit të jetesës dhe mjedisit.